Në zemër të rënijës së njeriut do diçka e papritur. Perëndia nuk shqipton vetëm gjykim mbi idealin, por a jep edhe premtimin e tij të parë për shpëtim. Perëndia thotë se fara e gruas do t'i shtypë kokën gjarprit. Ky është ungjilli i parë në Bibël, që këtu Perëndia premton se e keqja nuk do ta ketë fjalën e fundit. Wow! Kjo do të thotë, Perëndia nuk e braktis krijesën e tij. Ai jep shpresë edhe para se njeriu të ketë kërkuar për të. Ky premtim shkon si një fill i kuq nëpër të gjithë Biblën, përmes Abrahamit, Mojsiut, profetëve dhe përmbushet në Jezu Krishtin, atë që erdhi për të mundur mëkatin dhe vdekjen. Mesazhi krishterë nuk fillon me atë që ti duhet të bësh, por me atë që Perëndia premtoi të bëje dhe tashmë e ka bërë. Kur bota ra, Perëndia ndesi dritën e parë të shpëtimit, atë dritë që hyri në botë natën e parë të Krishtlindjes. Dërsa afrohet Krishtlindja, ne do të ndjekim një kalendar të përditshëm, duke ecur në këtë udhë të shpëtimit. Se si vetë Perëndia vjen me dritën për ne, që ecim në errësirën e mëkatit. Ejani me ne.